E thoshte, ndoshta në skenë thoshte, nuk ka mundësi më, edhe jo sot, po ka disa vite që e thotë atë se skena do lëvizit, do këmbët, kur i thonë. Kurse ke filmi prapë kishte diku një dëshirë, një ëndër, prapë se mund të bënte tjetër punë. Por, them se e mbylli ndoshta ashtu siç desh dhe Zoti që roli i fundit që bëri me Spartak Pecani në Bolero, Vilin e Pleqjve, sikur përkoi edhe me jetën, ashtu siç erdhi dhe finalja e mbylljes jetës saj. Nëse duket, kjo ishte edhe perdja e jetës që mbylli, siç perdja skenës, si bjen ai fondali i zi dhe... Por rëndësi ka që atë që thash pak përpara në fillim që mënyra se si po respektohet sot, sigurisht nga njerëz të fushave të ndryshme, po mbi të gjitha nga dhjetra pafund njerëz të cilët janë thjesht njerëz popull që publiku i filmave, i punëve të saj që ka lënë në ekran dhe të skenë. Kjo është kënaqësia më e madhe që më të marri vetë familjarët, por mbi të gjitha dhe ajo në atë shpirtin e saj që sot largohet nga kjo botë. Faleminderit. Faleminderit shumë.